Ky dokument është nisur prej prokurorisë së posaçme me firmë të prokurorit Arben Shehu më 7 nëntor në drejtim të 3 adresave të Sali Berishës, shtëpi, seli dhe kuvend për ta thirrur të premten e 14 nëntorit në SPAK e për të dëshmuar për herë të parë pas 16 vitesh për vrasjen e 4 protestuesve në bulevard 11 janarin e vitit 2011 para zyrës së tij në godinën e kryeministrisë. Por Berisha megjithashtu dha shmang një përballje për ngjarjen ende të pasbardhur, pasi pavarësisht kësaj shkrese, mohon të jetë informuar për thirrjen në prokurori. Jam përgjigjur gjithë jetën time çdo thirrje, por ka vetëm një kusht, që unë të marr thirrjen. Njoftimi duhet vi, siç kanë ardhur në 10 njoftime tjera, dhe unë jam përgjigj. Donë se kjo duket një lojë ish kryeministrit për të zvarritur paraqitjen në SPAK për të dëshmuar mbi rolin e tij në ngjarjen e 21 janarit, topin e hedh tek drejtësia, që thotë se përmes ping-pongut të shkresave tenton të fshesë skandalet e qeverisë. Ata që përdorin këtë për propagandë, për të mbuluar skandalin Rama Balluku, ata tregojnë se janë shërbëtor mjeran. Çështja e 21 janarit, nga viti 2013, kur ne nuk kemi humbur pushtetin, është penguar të hetohet vetëm për shkak të Edi Ramës. Në fakt, kjo është thirrja e dytë që prokuroria e posaçme çon në drejtim të ish kryeministrit, pasi e para e firmosur më datë 3 nëntor dhe nisur vetëm në adresën e banesës së Berishës, ishte kthyer po mbrapa pa e hapur. Thirrja e Berishës në cilësinë e personit që tregon rrethana të dobishme për hetimin bëhet vetëm pak ditë pasi në prokurori u pyet ish ministri i tij i brendshëm Lulzim Basha, që prej korrikut 2024 në prokurorinë e posaçme po zhvillohen hetimet për zbardhjen e vrasjeve shtetërore të 21 janarit, zbardhja e kësaj ngjarje dhe përgjegjësia e tyre që penguan vendosjen e drejtësisë në vitet që pasuan është konsideruar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit si imperativi që ngjarje të tilla të mos përsëriten më në historinë e një kombi.